Zonja dhe zotri, mirë se vinin në klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhopollari dhe në minuta vazhdim do të jemi së bashku për cilë të kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Të mërkurën kthehet Kupa e Shqipërisë me ndeshjet e kthimit të fazës çerek finale. Priten të jenë ndeshje tepër interesante. Dy takimet e para do të zhvillohen në orën 16:30. Partizani pret Elbasanin në arenën e Demave, ndërsa Vllaznia pret në Shkodër ekipin e Bylisit. Ndërkohë, dy takimet e tjera do të zhvillohen në orën 19:30. Egnatia Teuta në arena Egnatia dhe Dinamo City Tirana. Për diskutuar për kupën do të flasim me gazetarin Kristi Seatlari. Kristi, përshëndetje. Përshëndetje Drilon. Ndeshje interesante me Partizanin që ka marrë një sukses të rëndësishëm në aktin e parë dhe e ka prioritet Kupën e Shqipërisë duke parë dhe situatën në kampionat. Si e shikon këtë sfidë? Në fakt, me thënë drejtën, Partizani vjen nga një moment i mirë, sepse normalisht 2026 ka bërë një ecuri për të thënë për të admiruar. Kjo pastaj është një analizë tjetër e cila detyrë shumë thellë për të bërë nëse ndryshimi i trajnerit ka rezultuar deri diku efikas, lojtarët që drejtori i ri Ibrahimi ka sjellë në ekip, por pastaj gjithashtu edhe rënja e ekipeve si Dinamo apo e Teutës që për shumë javë nuk kanë qenë aty ku duhet dhe normalisht Partizani ka përfituar. Tashmë, ndeshja e parë, akti i parë që është zhvilluar në Elbasan ka parë fitues Partizanin. Pastaj mbaj mend dhe një penallti e humbur nga Elbasani në fund që normalisht i ka dhënë një avantazh Demave në këtë sfidë. Unë sërish Partizanin e shoh favorit për këtë pjesën e dytë të ndeshjes, domethënë sepse kur po them një ekip që shkon nga një ecuri pozitive dhe normalisht futet në gardë për Final Four-in. Nuk e di, më dëgjon Drilon? Po, ju dëgjoj. Ndoshta ju bllokua kamera, por po flasim për Partizanin, pra që po kalon një moment të mirë, po shkëlqen në kampionat. Po, e di, po shkruaj pak fazën e parë Partizanin dhe luante me Izgandarlin, Binsukën dhe Gurxhufin. Dhe tani, luash me prapë Izgandarlin, Skukën dhe Sidiben, nuk është njësoj. Nuk e di, bie ti dakord. Jam plotësisht dakord, sidomos Sidibe ka ndryshuar komplet repartin e sulmit, është një lojtar që risi për kampionatin, shumë i rëndësishëm me sprintet e tij, por gjithashtu edhe human në mezin e fushës. Pra janë disa ndryshime të rëndësishme dhe mos harroj Muratajn, i cili sjell eksperiencë, siguri, ka mbajtur shiritën e kapitenit të Partizanit dhe është ai lideri së bashku me Skukën. Pikërisht, normalisht edhe cilësia është rritur, pa jeshur ndonjë merit ky trajner Kërnaja se pastaj duke sigur e kemi personale apo kemi diçka ndërtria, ai ishte trajner i ri. Unë shpresoj të jetë mbarë në vazhdim të vazhdoj të drejtojë Partizanin. Por gjithashtu dhe jemi konkret që cilësia është rritur, nuk është njësoj të luash me Sidiben edhe me Skukën që është rikthyer nga dëmtimi apo dhe Izgandarlin që ka qenë aty. Në krahasim ata që ka pasur përpara si Binsuka apo Gurxhufi, me gjithë respektin kanë qenë lojtarë të limituar deri diku. Prapa thash Elbasani është në një moment që gjithmonë ka një ulje ngritje, nuk e di këtë, nuk e kuptoj këtë ekipin e Elbasanit. Ndryshe për shembull nga Vllaznia që ka pasur një mini krizë, e ka kaluar të mini krizë, ka shkuar në fitore radhazi në ecuri pozitive. Gjithashtu Dinamo ishte shumë mirë para vitit të ri, domethënë 2025 dhjetori, nuk i dilte ekip përpara, por pastaj pësoi një rënje. Ndërkohë Elbasani nuk ka pasur një kurbë të tillë Drilon. Kurba e Elbasanit ka qenë gjithmonë fiton një ndeshje, barazon një, humb një, fiton dy, domethënë gjithmonë ka qenë konstant dhe ulje ngritje dhe këto ndoshta sillin një ekip deri diku jo shumë të ekuilibruar. Megjithatë është aty edhe në garën për titull, vendi i dytë, gjithashtu ka dhe një ekip me goxha alternativa, trajneri Gvozdenovic. Kë shikon më të favorizuar në këtë sfidë? Mendon që Elbasani mund surprizojë apo faktori fushë do të jetë përcaktues? Po të mbaj mend ndeshjen e kampionatit që është luajtur në arenën e Demave, Elbasani ka barazuar me një lojtar më pak Partizanin, por gjithashtu është ai terreni i cili Partizanit jep një mundësi dhe unë e shoh favorit në këtë takim. Normalisht nuk është njësoj të stërvitesh çdo ditë një fushë dhe pastaj të luash aty. Dhe kjo është pothuajse një avantazh, le të jemi çik të drejtë për drejtë kjo pjesë. Dikush mund të thotë mos s'ka lidhje fusha është njësoj për dy ekipet. Jo, nuk është një lloj, ky është fakt në fakt. Ti ke luajtur edhe vetë futboll edhe e kupton më mirë këtë element. Megjithatë ditë për ditë i njeh ato ilet e fushës dhe gjithë. Dhe unë shoh duke parë dhe formën, duke parë çdo faktor, duke parë gjithë këto gjë, shoh Partizanin më të avantazhuar për të kaluar në gjysmën finale, me të drejtë. Ndërkohë, Vllaznia Bylis mendoi një ndeshje
e lehtë në letër, megjithatë Bylli surprizoi. Shko, ndonjëherë këtyre ekipeve që nuk kanë çfarë humbin edhe duhet i ruash, po gjithashtu besoj që Vllaznia ka kapacitetin e duhur për ta menaxhuar siç duhet atë fitore të marrë në ballë dhe besoj që jo me ndonjë rotacion të madh, besoj që Martini 2-3 element mund të lërë pushim nga kampionati që i duhen për në fundjavë dhe besoj që nuk do jetë një vështirësi për Vllaznin sepse luan në shtëpi, aty tifozët ishin rikthyer ndeshjen e fundit. Ishte një atmosferë shumë e bukur në klasikën e futbollit shqiptar. Megjithatë, fokusi i Martinit edhe e gjithë Shkodra është tek e vërtet, edhe të vjen keq në fakt se Vllaznia është vendi i parë, po dominon, po bën futboll të mirë, jo shumë të mirë në fakt, siç janë mësuar tifozët shkodranë, se vërtet e duan kreun, po duan edhe cilësi, kurse Martini kënaqet me mbrojtjen e sigurt dhe mos pësoj, ky është prioritet. Atë lezetin Shkodrës ja ka dhënë ai Kallaku, një lojtar shumë teknik me topin, gjithashtu shpejtësia e Kastratit në krah, Bala që është aty, po them ai pyk asulmoi si pyk me i fortë i kampionatit dhe këto element pastaj duke bashkuar malën dhe krymi që është stabil mes fush kanë krijuar një lloj harmonie, kompaktësie në ekip që është aty ku është me merit të plotë. Pa diskutim, po a duhet të dhuroj më tepër spektakël Vllaznia duke parë që ka shumë element cilësor edhe që luajnë mirë me topin. Kallaku është Murata i cili nuk po luan shumë këtë moment. Mala, Balaj, Bismarck, Kastrati, shumë emra, shumë alternativa për Martinin. Po bravo, që dhurosh spektakël normalisht duhet të kesh një ekip që e përballon këtë pjesë, duhet kesh një mbrojtje shumë të mirë, teknike. Që të dhurosh spektakël diron duhet të i humbasësh ekuilibrat. Ata që janë trajnerë din shumë mirë që nëse do që të bësh lojë të bukur dhe shumë gola, normalisht do të humbasësh ekuilibrat mbrapa, kështu që edhe do pësosh. Kurse Vllaznia po të kujtoj, ka pasur ndeshje që ka arritur 4-5 ndeshje pa pësuar gol, ë. Kështu që është tip stili Allegri po ta krahasoj unë i cili tani po bëj një krahasim kështu, ë. Është pak jemi pak larg, po e bëj kështu që Allegri gjithmonë do 1-0, 2-0, mblidhun mbrapa, mos pësojmë gol. Loja jo shumë e bukur, po gjithsesi jemi aty në vend të parë. Edhe Vllaznia këtë po bën këtë sezon që. Të skem. Ndërkohë ndalim pak tek ndalim pak tek Teuta me Egnatian, një ndeshje e rëndësishme. Teuta pati performancë mirë në 3 javët e fundit. Mendojnë që mutan poshtë Egnatian duke parë dhe situatën tek ekipit e Tovës, janë larguar elemente të rëndësishëm dhe nga ana tjetër Teuta është e uritur për kupën për të synuar pjesëmarrjen në Europë. Nëse ka një ndeshje që ndoshta mund të them që deri diku mund të jetë surprizuese, është ekipi i Teutës, i cili edhe pse ka humbur ndeshjen e parë, me shifrat 1-2 në Durrës, besoj që po them që ka një shpresë më shumë se këto të tjera që të surprizoj. Kjo për shkak edhe të situatës që është krijuar te Egnatia, që e ka humbur qetësinë. Për herë të parë e shoh ekipin e Egnatias që ka humbur qetësinë. Më përpara nuk është se ndodhte, një humbje kaloi shumë lehtësisht, po e shoh që po vuan her pas here dhe ajo një humbje është bërë 2, është bërë 3, domethënë nuk ka të kompaktësinë atij ekipit të vitit të kaluar që ishim parë, që ndoshta i rreshkiste po them këmba njëra apo 2 herë gjithë sezonin, por këtë vit Egnatia është me brishtë dhe me dobët. Ndoshta tani Teuta ka mundësinë, ka shansin që të bëjë një surprizë për kupën, sepse po të shohësh kampionatin Final Four për Teutën është larg. Po them shpresa e vetëm treni i fundit për Teutën është kupa, që të paktën të synoj një kështu në Europë, një vend në Europë. Një bilet për Europë. Ndërkohë 30 sekonda për Dinamo Tirana. Po, besoj që nuk ka shumë histori. 2-0 ndeshje parë, Tirana me ato hallet e veta. Nuk ke çfarë i kërkon Tiranës tani kualifikohen në kupë. Tirana duhet sigurisht mbjetesën se është në një moment tepër kritik. Po kapi do që po i doli një super ndeshje që mund të surprizoj Dinamon kështu të themi të çmenden këta një ditë edhe ta poshtin 3-0, atëherë po. Në fund me forca tamam nuk besoj që ka shumë shanse drejton. E qartë. Mirë, Kristi, ishte kënaqësi të kishim program. Gjithashtu kënaqësi biseda me ju. Mirë.